Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi me epizodin e radhës të podcastit Arena e Yjev, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugaxhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Lavd para se me fillu bashkëbisedimin, mos harrojmë t'i përmendim sponsorët tanë të artë Exvis edhe Heinekenin, ndërsa sot me neve është futbollisti i njohur kosovar Viktor Kuka. Viktor, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta ndëve. Viktori është sinonim i futbollit të Kosovës realisht, që 20 vjet u bë që po luan në pjesën më të madhe Super League, po edhe në pjesë kalon ligën e parë, po me klube që kanë pretenduar gjithmonë Super Ligën, e ka nisë me Prishtinën ku i ka fituar gjithë trofeet. Po. Edhe te drita pas pranimit e ka fituar titullin e kampionit, ka pas shumë sukses edhe në Evropë me atë ekip. Pastaj ka luajtur te klube që janë shumë të mëdha te na, si Vllaznimi sot ku luan, Llapi, Drenica, Suareken e ka shtin ligë, Malishevën e ka shtin ligë. Po luajt në Liri. Në Liri, po, edhe në Liri, domethënë, në shumë klube të mira. Zakonisht pyetjen e parë na e bojnë atë çysh ja ke nisë dhe ku ja ke nisë me futboll. Ja kom nisë te Mahalla, veç të pak më poshtë se kam edhe banesën ku jam rrit. Kom fillu që aty me lujt edhe të shkolla, se kom kry shkollën fillore në Infrashe, që aty kena fillu me lujt dhe mas ne që aty ka lind dashnia. Se kështu me tregu drejt familjarisht, asnjëja nuk është sportist apo kupton? Në vëmërë. Veç kusherin ka jam, po më në kusherini jam, të një kuka që o marrë me gjuda. Edhe mas ne që shto i ka lind dashnia për futboll, më ka regjistru herën e parë, fillim kam qenë në dy korrek, po mas ne babi ka pas të shokë në Prishtinë, mos të harrej Ali Osmanin, e ka pas trener edhe Fadil Berishën, edhe ka thonë apo shkon aty provu. Nëse të pëlqen vazhdo, që të pëlqen. Ndroj ma vetë. Edhe ndro. Edhe mas ne që aty kom fillu në Prishtinë, prej fatos deri në senior, kur i fitum krejt. A i mon me në këtu lujt e para në grup moshat e reja, se më thonë që kep edhe gulla shumë. Po. Është e çuditshme baka, Po se kur u rrita s'u isha me gulla, problem që mos me. Kur jam kon më i vogël, kom lujt vingjar, nëse shumë ideal. Edhe mas ne kom jap, më kom jap shumë. Po, e vërtetë. Faktikisht jon që ashtu shënume, po mas ne nuk e di ç'a ndodhi, një trener, hajt ktheu pak mrapa se po mungon dikush, hajt ktheu edhe u dash më kthy aty mrapa. Të kisha luajt aty ndoshta isha shit ndaj ka. Çka futbolli. Veç që kena pas shumë vështirë kështu. Po kon e jashtëzakonshme, çish kanë mund me bietu, ka shumë futbollista pe asaj kohë deri tash. E kam pjesën e gjeneratit mirë të Prishtina, i një dalë shumë tani në kitë pare keni bu karrierë. Po, kena që i thojnë ta dë njerës të na klapa. Jena një shoqni shumë e mirë, jena one Besnik Krasniqi, Dritan Krasniqi, Granit Begolli, Gentret Begolli, se po të të mi përmen, Mëntar Mazdrejka, Qëndrim Sejdiu, Kushtrim Ushica, jena ko një pjesë ekipës që kena knajt bashkë, Liridon Kukaj, më staraj kusherinin, se rezasëm ke përmen. Po veç që ko një gjenerat shumë e mirë, apëten edhe kena posë këgja shumë sukses. Si pjesë. Viktor Masena të Prishtina, me Prishtinën një shpalla dhe kampion në sezonin 2012-2013. Që shë kujton atë periudhë të Prishtina trofit? Titullin e parë. Po, titullin e parë kampion. Po, kon knaqësi se që shhera parë të bu kampion, i bjen 2 vjetë rrështë që po, edhe në 2012 edhe në 2013, që të vizatu me i kom. E na bu kampion edhe kon knaqësi se për neve kon, wow, adin, kampion i Kosovë, dëgjish. Edhe pse se kon media sociale atër që ka shumë të mdoja u kupton, po kryesorja e përmend si kampion, kena pas një fest si më shku naj fejet si tash në vogël, për kon shumë e madhe, atë që na gëzu kështu si klub, po kon ndjenje veçantë që s'kam harru kur deri te futbolli mas një 4-5 vjet. Po, tamam, 4-5 vjet. A mundën kur ke debutuar me ekipin e parë lojën? Jo, me Prishtinën. Jo, fatkeqësisht. Jo. Pas nuk e di me kën kom lujt. Veç në ligë ofjala. Në ligë, po. Ligë, se për kup kom lujt me besën e PS o kon. Në besë PS edhe trener o kon Afrim të Vëllani. Më ka marrë pej juniorve. Po. Edhe fitojnë atë 0-2 në pej. Asistoj të 2 gollat në mështep e rezervës, normal. Po. Edhe Po, edhe asistoj të 2 gollat fitojnë atë 0-2. O kon një interesant.
para ndeshjes, zakonisht i mbledhen ekip edhe puni 3-4 gëzuar. Edhe po thot fitore, edhe po thot të Volani tha kurse thuj 3-4 edhe fitore apitin. Unë 3-4 fitore, ata mi që me ta që ajtë bu më rëpret, ta shë emocione të trener, ta këtë li. Interesant, me shtime po pjesë grupit, Po, mi adhon mundësin me... 17 e gjysa, para luftës. Po, shkati para. Viktor, mas Prishtinës ka ardhë pastaj edhe eksperienca jote e parë jashtë vendit ku ke kalu të këte uta në Shqipëri. A mund është tash me na përshkru pak dallimin mes futbollit në Shqipëni edhe në Kosovë, si njëri prej lojtarëve që ka arrit me lujt në 2 kampionate? Po, dallimi në atë kohë, po fjala, se tash nuk mendoj që ka ndaj dallim, pse bile mendoj që kot futbolli i Kosovës është më përpara se i Shqipërisë. Atëherë mendoj që ka dallimi fizik. Ka pas shumë ngarkesë fizike atje, o lut futbolli më fizik, edhe mas ne ka si dëshirë dhe ëndër se cilë lojtar për Kosovës me dalë një kampionat më nalë, se kena llogarit kampionatin në Shqipërisë, një staz më nalë se na. Edhe kon gjeni veçantë, dëqysh Viktor, ku kanë të u për mu kon interesant, kom kalu gati një vjen të u dursit, mirë kom kalu. Pagujshin me dollar? Me dollar me gjithë shka kam thonë, veç mi marë paret, veç mi marë paret e kon. A i mon me në lujt, në i luj kështu në Shqipëni që të ka bo përshtypje, si derbi anaj sen? Po, kena pas një lojë, po kena hup aty, po du të me kallëzur në shtetin. E na shkuj, kom pas trener ku gash ma ganin, edhe lujshem në Kuks. Kuks atër. Po, shumë i forë që atër. Super i forë të kom kari ju, ka e Ledi Mici e këta. Edhe fillojmë desha, ta, po sulmojnë ana Kuksin, sa filloj kënë desha, fillum 3-0 kur minuta, 30-40, nuk e di, vështë të dishim kërë kemë kry, pa me që bëjtë që shtanë ata në kun, shumë brazilian atërë, në kun, të frikë shumë në kun, shumë të furt në kun. Tani nga ka ra dhe, ka ra kundër Partizanet, e ka pasat, s'pëtu mja për me në emrin e kam pas në sulmu, se është shtetit shenë, shumë i fort edhe aj, kun ndeshje është e këndshme. So kun diferencë e rruga që atër për i Kosovën në Shqipëni? A kun 2 fish në shta? A 3 fisha? Po, me paret ndorë që i thujnë, na që i marim, o kun, qashtu 2-3 fish i beke, po se me shumë këzat të paret mira, edhe du të me falenderu menaxherin, halaj cilë e tash Hashim Vitin që ma ka mundësu për me shku atje. Sa i ma ka kry punën që për me shku në të utu. Se jo veç mu, po plët futbolistave që janë shku në Shqipëni në qatë ko. Edhe në qatë ko, tu i qu, po në atë ko kon Hashim Vitia edhe Shpëtim Baba i mësë. Dhe du të mi përmenë se janë kun bashkë ata. Viktor, mas eksperiencës që ke pas Shqipëni që e përmendëm e të utën, je këtu në Kosovë, sa i radhe të lapi, që në atë ku ka qenë fillimet të ndërtimit një projekti serjas, qëfar ambienti ke gjitë kur ke shku atë? Aty e kun një ambienti mirë, se e kun pas, kun lejtar aty Dardan Jashari, shukë jam, që kena lyte kategorit bashkë, edhe kun, a im ka thitha, a je interesum me orë, adin laftë, është një ekipi mirë, qështë? Edhe okej, adin, se sa i habi Shqipnit, okej, hajtë për shkojt. Edhe i bëjshim në stërvitjet në Merdar atje, kena stërvit. Në të stadiumi Hysit. Po, të stadiumi Hysit, aty kena kalu shumë mirë, kun, një ambient jarë zakonshme, se kun pas, halo është tash lejtar, që po lujnë është Ljom Namani, Ilir Blakquri, Akon Gjaka. Emine, Benjamin Emine. Vesh një shok tjetër e kalon, Enes Zabërgja e kalon, bëbi që e kalon. Ama kena kalu kun ambient fantastik të lapi, edhe atero kun trener Tahir Batatina, dhe të bëhet kampion. Mos të ndrojnë, të ja, mirë. Që shukon me lu se lapi, ko bëja një fatë të fëzërijet flakte dhe njojnë futbolin. Që shukon me lu në pëdje? Po, kun knasia, po vëtën se në qysh lapi që atërë sa e mur hovin, se do këtë një vjetë ose 2 merë t'hi një për ligës të parë, nuk për di saksisht që qashtu kun diqka, veç që mas nej tani lapion të abdino, për ligës të parë tash përshkujna për mu bu kampion, po pak shtirë, atër mu bu kampion, bashkë është letë. Po kum kalu shumë mirë, edhe me tranerin Tahir Batatina më ka mejtë edhe një shoqni, halaj ka me respektoj shumë, që që shumë mirë kena kalu ati në lapë. Viktor, të drita... Te bëjnë aj pyqen e bre? A te bëjnë e nja? Ajde, bro. Te drita. Mire tha bordë te drita, unë përbesoj që ke lujt këto klube, po te drita, se du pranu futboli jo në qatër. Po, gara ndërkomtare. Po, ndërkomtarisht, edhe klubet edhe komtarja, edhe janë nisi e mund një infuzion futbolli jonë.
kohën para pranimit edhe rrugat të paktën ra shumë, u kon një farë depresione bajage. Shpej ke futbolli për toke. Për toke, edhe me shku me këshylloj në kohën, ka pas lojë të forta, po kur bëhet pranimi, rritet niveli edhe ty të bjen të drita. Drita që atë kohë e bën një ekip shumë të mirë, janë nisë me marrë lojtar një vit më herët për në barazh. Kom qenë pjesë e dritës edhe në barazh, po, domethënë edhe në vitin e dytë bëhet kampion. Qysh u kon me lujtë e drita, te çaj dritë. Tash shumë thonë që drita e sotit është e fortë, më që çaj dritë u kon më fort se kjo sot. Faleminderit. Për çaj dritë. E di bajage edhe formacionin me menu kështu për mësh e di. Muj me të thonë nëse do formacionin se në me kena pas një ekip të jashtëzakonshëm. Unë jam kon në 2017-ën, pa ta shku në dritë. Edhe çat vet ke tranzicion se sa e morën klubin këta kryesia Valon Murseli me Flamur Buljakun, edhe në tranzicion do trenera i pronë edhe metëm në barazh. Kena met barazh me Flamurtarin në Treviz. Jo, Dugazhinia, me Dugazhinin kena lujt në me Dugazhinin. Po me Dugazhinin kena lujt në barazh edhe fitojna 1-2, 1-0 pjesën parë të hubna, mas ne e kthejna në pjesë dytë. Edhe mas ne tash llogarit e pej poshtit, me shku direkt më bëu kampion. A dhe një qështë shumë e jashtëzakonshme. Edhe mas ne u kon një atmosferë fantastike, sidomos për intelektualëve kon një jashtëzakonshme për krahët tyme edhe sa na kon të luftu mos me men barazh. Fjala edhe kur na bëu kampion, kur nuk e harroj ato momente, kon s'muj me përshkru me fjala, po kupton, edhe viti 2018 kur na bëu kampion me dritën, ka lindë edhe djali që atër, o kun kështu e jashtëzakonshme, vit perfekt të kun. Se grusi thëmë gjithë, 2018 nuk harrohet, thot mund të vend. Ama është qaj ekip që del edhe në Evropë edhe bën edhe suksese. O ku një raport që një klub nga Kosova... Cile lojtar ka bu përshtypje atë kohë që e ke pas në ekip? Po... Krejt, nashta po në një që ke thonë... Krejt lojtar të në këtë mirë, o ku Fitar Gërbesh, Ardian Limani... Qender, Leci, Majti, Djath... Unë e Trilion Musa e kun qender me Soshur me Bujar Shabani edhe me Endrit Rastishin. Gjevdetin Kra. Zakonshme, Gjevdet Shabani, Kastrioti o kun. Qender. Edhe o kun përparim Divarika. O kun një super ekip, po më nej, në qatë ku, apo kuptan se... Edhe në qatë ku këshi lujti pa probleme të vendush. Halo, e në të lujti se vita më të. Ja, kun një ekipa shumë e mirë edhe për një me kena kalu shumë mirë. Kena lu futbol bukur. Po, kun futbol dhe shumë edhe kena hap shumë gulla gati çdo ndeshje, apo kuptan? Nuk muj me harru. Gjirët fundit e keni fitur aljesht titullin. Ju kam konvenu dhe baraz edhe humbja me një gol, më do këtë kënë që diçka, po? Barazime, humbja me një gol, veç mos me humbe 2-0. Po, me Persinën luhet në pej. Që kujton qatë ndeshje? Adin që është hala e maj men, që ka ndohë se nëra konë në hotel të nejtë në Karagash, nëse të ka bëjmë pej. Edhe ajo është si në mes malit, ashtë ka shumë pëmat. Edhe krejti shumica intelektualve në orë një natë ma herët. Kam plejt në parë, kam plejt veç për me pa. Kër nga quna në mëngjes është tirët footing me bo parandeshit, se o këllu janë pes, kena bo një footing, veç hecër, i kena pa krejti fotat në qutëra për kra të në mbështet. Edhe pse o konë si pak me hile që nuk i kanë lonë me i, kanë lonë veç 200 intelektual nëse s'ga bëj. O konë që shtoj kërë... Kjo stadiumi realisht nuk ka pos kushte se moj menu, ne? Po dhe po... U veç një tribin kjo këne për bërë, ama nuk u konë e rëthume. E moj men që nuk u konë asë rëthume, stadiumi asë... Veç kjo pjesa këne u konë, aje pjesa ne nuk u konë, zdishin ku milion shikus. Halo është njejtë. Edhe këpoj njejtë. Edhe jënë tu që bjën do në i farë... Eksesi, për që ata e kanë po. Interesant e ka pas shikuste në për edhe unë e pojnë qatë dit jem shku shumë herët edhe me këshillojnë se atëherë përse shumë futbol në Kosovës ma me entuziasm sa u pranum vetë ja u kanë marru venë, nuk e kanë pru një bager ja u kanë bu si shkollë të fosve dritës kryesia Prishtinës e Andrej Zhven ato edhe qëzë me donë se o logarit një 5% shi sa kapacitet edhe që ata 200 ama u konë atmosferë jashtëzakonshme atë nuk harrota e ndeshja që thujnë do një finale një kështapë dhe kom lujtë edhe finale për që ajo konë e jashtëzakonshme u konë pritja që na kanë bo intelektualt edhe qytetarët e Gjilanit në atë ko në shku me autobus prej Pejes në Gjilan jo ndalë në gjystë rrugës Prishtinë Gjilan tifozat na kanë prit na kanë përcjell me kirre derin më gjatë atë natë kena festu. Mas ne ka vazhdu që të na përkroja sene edhe kur kena lujt në para kvalifikuset për Champions League, që na dorët me shumë në gjilbetar, ka pas tifozat dritës që ka nërë edhe atje na kanë përkro.
edhe atje po konë ekipa parë që ka bu historinë Po, që garat evropiane. kaloni në Raund e kalojna. Që kom një big i madh. Oreka e një gol mos ga Po, që ka finale. Ma shumë nga ma si të jep gollën se gjatë Se lojës. jep Gjatë gollën. lojës parë festë e vënd. 4-2 kryet e finalja, o konej, s'ka mund. Se u lujtëm duket kështu si gjysë finale, tani finalja. si turneri i vogël. Po, si turneri i vogël fituesi me kalu. Po, qashtu o konë. Na fitojna lojën e parë, nëse s'gaboj, 1-2. Po. 1-2 fitojna, po. Gjevzet Shaboni jep gollën. Edhe Lice jep Edhe penalin. po. Edhe mas ne fitojna lojën tjetër 4-2. Edhe U kon ekip me karakter, që ka pas lejtor me karakter që se ndërzu. Drita, ndërzu çaj asnjë. dritë, besoj që çaj dritë. që dritë o konë shumë e fort. Edhe që kjo është shumë e Top fort. 5 ekipet më të mira që kanë luajtur atëherë është që atë hysin e shti në Po, të hysit që Në është periudhë që kampion. po. Po, Besën e Maslutës, Prishtinën e shti 2 herë. Prishtinën ku Dy ekipet Prishtinës, po tuës tone, e vërtet se ka dalë shumë lojtarë Po, për asaj ekipe. shumë ka pas. Edhe një Prishtinë më herët që i fiton do tituj me Lomnicën e me që kanë e jashtëzakonshme. Edhe jo konë. Tani normal edhe Ballkoni që besoj që mas juve që e bën tani historinë. Po, vishtash drita ka kalu faktikisht. Po, Që është llogaritë që drita. fazi dritës apo pipi. Unë po du. Drita ka kalu se ka kalu. Tash qëto me pyet se na përmenem që ke fitu tituj edhe me Prishtinën edhe me Dritën. Po cili është dallimi mes këtyre sukseseve, pra cili titull të kalon emocion ty pak më të veçantë që sot kur të kujton me emocion më të madh. Tash po du me të shmangë pyetje, sa vëllai, se dyja ne po kom shef më bo me vllaznimin kampion. A u kupton? Që të po kuptohet. Edhe po kom qef në të ardhmen, shumë shpejt diku, du me bo tatuj që të diku në dorë, du me bo emblemen e Dritës, Prishtinës edhe vllaznimin. Se në për periullën më të mira që i kom kalu në karierë edhe kom kalu kohë mas shumë të këto 3 ekipet. Edhe më kam prit jashtëzakonisht mirë. Shpresoj me gjetë në sponsor. Pas këtyre eksperiencave që i përmendëm me Dritën, mandej ti ke kalu te Ferizoje. Çka kujton nga periudha te Ferizoje? Çfarë raporti ke kriju me tifost në atë kohë? Me tifost kom kalu shumë mirë. Edhe me lejtarë që i kena pas aty dhe me trenera që i kena pas, po me atë kryesinë e kalu me që kom Ferizaj s'kom kalu mirë, se s'na kanë me shumë bërsh një 5-6 muaj. Bëllë shumë të asan e të. Po ko në periudhë e keqe, se në ndodhe që sa kena pas trener Birbir Sekullin, ishim në vendin e parafundit, edhe dulem shumë për para. Apo kupton dulem vend 5, kena përfundu se të 4 nëse s'gaboj në Superlig. Po mas në ndodhe që a periudha e keqe, shkum Ferizaj, jo për marrin do anglez, jo diçka që shtu po, qaj sistemi. Një farë lejtare jashtë. Po, dhe të kontrata i në shkrojtëm që atëherë për më nëshu që atë kontrata akona pëdini si që tash mesi me thonë për Kosovë. Shumë. Ama jo, një me akon shumë pare madhe, po mas nejna e kalonja 6 muj dit, pa pare, pa për gjë që akon. Një për periudha ma të shtira që i kom përjetu në futbol, se zdi qa me të tonë akon. Shumë shti, se edhe u bona familjar, edhe gjitha të bënën u mledhen krejtë, që akon e kujtoj Ferizojnë si një periudhë të ëmbël, qash edhe të hidhur. Po kupton, me tifozat edhe me lojtarët jam hala shoke me krejt folje të nkona, po pjesa që asaj kryesis që konë, se thash nuk është ajo kryesis, që e pjesa kryesis që konë e të mërshme. Te Ferronikli, një klub që pas pranimit e bën realisht ndryshimin, janë nis me dhanë parët mëdha, është klubi parë që janë nis i ka lënë ato shifra 2000-2500 që sillshin që atë kohë, mas pranimit janë nis 4.000, 5.000, 6.000. Është rrit pazarin. Rrit pazarin shumë mirë për lejtar. Po, për shumë mirë për treva. Super. E qysh ke kalu te Ferronikli? Një klub që ka fitu tituj, ka fitu kup, super kup këtë. Te Ferronikli kom kalu mi se apet të kon trener Afrim të Vëllanin. Afrim të Vëllanin ka marrë aty Ferronikl edhe kom kalu shumë mirë. Sa periudhën sa ke Afrim të Vëllanin. Edhe kom pas lapidarin, shoke, lujgjën e plot shoke në akona atë që i kena njoft një tjetërin. Edhe ka fillu kampionati shumë mirë, fitu më të ndeshe, po mas nej ndodhi të barazime edhe hopëm. Edhe hekën trener të Vëllanin, e shkarku të Vëllanin. Edhe për menimin ta me kam bru trener, një për trenera ma dëb në stëri. Juve që unë e futbol që kom përjetu trenera, po dhe që është. Këllët janë dura.
Kështu që s'kam qare, pa e thonë se me të e kom pas një periudhë shumë të keqe që kom kalu me të. Me ka bo shumë pa drejtësi, një 4-5 litarë me që na kon aty. Po kom periudhë e keqe s'kam qef me përmen. Po ai tu pas dashëm keq me tani del ai thot. Po mas nej, tek mas nej e pon edhe ata kryesia Veronikle qa kom puna atina dhe mas nej që kjo që po për veti s'kom qef me kujtu qatë periudhë se kom kalu për një jarëzëve. Masë për mene durën si të kesh thumi 3 trenerat më të mirë që ke punu me ta. Heqe trenerin e fundit, po ta s'ki nevoj me për men se ki hale. Lautena? Po. Okej. Tavolanin e kive se mas të haon debutimin. Po, tash plot. Shokun të jam profën, dhe të me përmen, Vilju Sokolin. Tavolanin, po. Ramit Krasniqin, po. Granit Begullin, po. Vekemi Supin, po. Apo din kom shumë. Jo, kom shumë trenera që i kom ndru edhe tash i kom edhe shok, apo din ta Irbat Atinën. Kom shumë, Arsim Thoqin, se mos të harrejtë, për një me kom shumë trenera që kom ndru, apo kom thënë edhe kom kalu shumë mirë me ta. E Gjosh Gjengis Regjipe që e ke patëm në vllaznim, kom kalu edhe me to shumë mirë. Apo kom kalu Cilët ka on ty për parsime me lujt për para mos më është qetësueshëm, me cilën e knoq më shumë. Me krejt, se më ka ndosh krejt, për po si tina ma ere që e për mena. Që kë, se më ka dasht, jo më veç mu, por na... Po një pjesë e këtë lejtore që të bojë që slagaritin, ta e sene, e prish ekipën bëjnë. E prish, tani u bojë që është u bojë shumë keq puna dhe mat nej, se me këta tjerë kom kalu shumë mirë me krejt trenera, masë se më dame për me Laudë, se edhe Laudën e kësha për me. Po, dhe një i hale me Laudën. Po dhe hale me Laudën, kështë që... Masë i dohër që e bën analizën. Po, e kaldej. Viktor, tash po kalojmë te një pjesë tjetër e karrierës tonë, eksperjenca në ligën e parë me Malishevën, ku nëse s'ka bëj për herë të parë në ligën e parë ka ra me lut me Malishevën. Qysh e kujton atku? Qysh ka qenë eksperiencë prej Superligës, po. Po në veç kesh Superligë, se më du... Po me Ferronikit. Po me Ferronikit. Me Ferronikit, mas ne dole aty, bile nuk e harroj kujtimin, fjallën që kom full me të vëllanin, thash trener, thash, u largu të vëllanin, largovane. Thash trener, thash më thirë Malisheva, me shkua bëdim, kurse arë më ka thonë ta me në mirë, tha se i tu kësy pak më rapa, të në karierë. Po këtën tha me në mirë, tha se ta një shtire ki me ka përcy gardë, apo këtën me... Edhe mas në i bile pa ta qitë një foto në Facebook, kur pa ta po kampion, të e ka përcy gardë, në me thonë, të me lanë shke që kom bo mirë, atë se si potet, po në i rapor, nuk e desha Malisheva sa u pas formu një 2 vjet ma e, ose 3 vjet, i veç i kalen ligat. Edhe mas në i kur një ashtë zakoshme, kur e na i me Malishevën, s'kena pos as shumë tifuz, as kërgjë. Atë haro me Albionin me lunë qatë vetë? Albionin po, ja asisten një në nëherë. Qatë vetë, po, se Albioni e hinë superform, pe janarit deri në qeshore, kena pos trener Arsim Thoqin, bile shpesh me të më ka ra me ulltu për Malishev, edhe kom lujtë në sëllë, po më lujtë në sëllë me Albioni, edhe kom asistu një Pello, po buna pak më detë, 7 herë hajtë Pello. Po, ka jap shumë golla. Po që aty e murë, Albioni e murovin që aty, edhe kom shok, ma ka këndresin e vetë Sparta Pragës, e përshëndet shumë. Qështu do këta në seri ti? Super potez. Në seri, ja. Super, veç që u konë në kontakta edhe ma heret edhe me Leonin, nëse s'ga bëj se që në shumë mediat, po edhe kisha qef në Leon, nuk e di pse, në Francë që aty edhin, po apet një ta njëso keq. Seri, ja. Na për qëllëm gjithë. Prej Malishevës, kur po më kujtohet që bashkë e kena kalu në shtohet, kam të tash, a i në seria du të me këshilluhen, ja, të konë shumë. Po, alvjem një bu një snapë, dhe mja shuhe, që radio të shqitje më televizor. Hapi ma, a ke pri që ka më bu letari ma, që do i ka pos televizën dhe atë ko, do protezat, mus ndryshe u konë. Para goldës është vrasës, shumë pak raste ka hupën, shumë kur ja kom gjujt topin, rrallë ka ndodhë që i ka hupë në i rast, po s'dohet me harru, i shala se harrën gërë, trenerit Arsim Thoqin që ka punu me të, gati mas 10 viti ka punu me të, jashtë zakoni shumë, për finalizim. Gjithmonë për finalizim ka punu. Kuptan edhe, ju shpërbli gjallit, Allah likov, ju shala visa, banat se serial s'ko kush kanë veç. Në klub matë malë. Në klub matë malë, okej, abedhen që për të shumë mi tani në karierë. Drenica, një pjesë tjetër e jotja me një klub. Drenica, faktikisht, 2 herë jëmë konë. Po, në 2 periuda. Në 2 periuda. Në herë jëmë konë, kur ke Taulan Dajako drejtar, që atër rampe i ligës.
Qaj periuda ke kuron për ligët na me ta Holanda Jakon, po ke një periudë e keqe se me Drenica pa fonde. Po, pa fonde, ma. Po kupton edhe tani lidhen senet krejta, edhe pa fondin Super League s'ki qali. Normal, si qali, dhe bjen për ligë shumë lehtë. Direkt bjen, apo kupton edhe ndryshe të këshyrin ekipe tjera, ndryshe të këshyrin. Gjithçka është ndryshe. Edhe ron për ligës që tërë. A herën e dytë kur më kthy, shumë mirë ke të shku në Drenicë, ke pra mirë, po edhe që këtë trener, që për mene emrin, më pikëv e ka. Unë e menej që ma ka bu pa drejt, se u largova për Drenicës 2 ditë nëse s'gaboj para se me njës kampionati. Okej, po. A i tha i ka fojt kryesia tha i ka fojt treneri, Tani te mure vesh ma unë. Mure vesh ma unë. e ku morën për shumë, të në shumë Drenica kom shumë, këtë shumë gati Drenica ki kom. Edhe tani më kalzun që shë kom puna, a i hala nuk e pranë në gjajnë treneri. Po, pak ata, pak ata s'ko e jam su më në kësu, Viktor Suareka ka qenë një ndër klubet e tjera me të cilën e ke vesh fanellën e ty në një projekt i rinë futbollin e Kosovës që ardhë me shumë pompozitet, me shumë lëvizje, shumë transferime, po që në fund... Si Anxhi Magjakana. Po në fund që nuk doli shumë i suksesshëm. Qysh ardhë mundësia për më bo pjesë e këtij projekti? Jo, ky ka pas sukses realisht, po pas janë hinë Super League kanë pas sukses. Ky sukses ka pas ligën e komerime, ata sa u formu. Sa u formu në blejten, çush kjo ajo, çush e thënë ajo fjola bre, që blejten në klubin e Ajnë. Po, u fuzionim me Ajnë. Fuzionim me Ajnën, edhe mas nej helën qashtu. Këta janë kun aksionar që i kanë një pare edhe në Ballkan. Po. Edhe mas nej ka dosh me bu klubin e vet. Suareka 23. Edhe kanë me marrë trener, e morë në Granitin. Po. Begullin. Edhe më thiri, tha... Kështë të thonë diqka? Tha, po vjen, tha, qështë tha Suarek, tha, është projekt i ri, qështë ja ka njës, po japin mi pare, apo kupton, bash mirë jo. Dhe shkone të lejtarë të mirë shkone atë. Po, ama fillim nuk okon, se ja ka njës, veç me hi, për shambull dikë. Po, veç me hi. Po, mas nej të rrit ambicjet, hajte një lejtar, deri ku në pregaditja edhe me Vlani, me yllin, na u bashkan gjithë, edhe bënëm një ekip shumë mirë, se na Granitin, zakonisht e dojnë shumë të lejtara, vedin, se i përkraj sene, tani u bënëm na Astrid Berisha, Leridon Fetoj, vedin. Ekip shumë e mirë. Shumë ekip e vërë, dara një ashari, gati shumë i të përbjen që kom lujtë bashkë me ta, po një ekip shumë e mirë, shumë simpatike. E fitoni ligën. Po, e fitojnë a ligën me arsim thoshin, apë. Se vjen hejket Graniti, mas në ligën arsim thoshin. Graniti është karkojnë nukët pas një fitore, 5 një bujna, që ku në shka e qëtër. A dhe nëse futbol Kosovë. Edhe i akuzojnë dhe lejtarë që kjo është një për sene më të shia që i ka ndodhë që atë vetë, nuk merën shumë këtë njerëzë me to, po i akuzojnë dhe lejtarë kështë që keni kurdisë, kjo e zdi që keni bo, ama ti po ki sukses në vendin e parë, je në mrena objektiva, se ju një konë dytin më duke që atë kohë. Në dytin e në konë, vend dytin e në konë, faktikisht, po të fitaj shumë lojnë ashme, apet të shumë vend parë. Po kjo konë këtë punën e kryesie të re, kur i ka... Pa përvoj. Pa përvoj, se... Pa përvoj, po. Ata ndryshe për shembull kur e ki ekipin tonë ja para tonë, e bën përvojën. Ndryshe kur je vetë aksionar me një gjë apo ne vetë dikush tjetër. Dikush tjetër i më shumë vul. Po e që jam as ne jo koni një vardallimi për ta, po shpresoj mi ec mi thash, se i kam show hala, që përshëndet këtë Kristina hala, por në më show i kam foli me ta, më thini telefon të Suarekës. Keq që s'kem mujt me vazhdu erën në Super League, sene, po s'ka lidhje, ta i ta vazhdo. Po, më me bo një projekt më ndryshe, po s'ju del bashkë. E nisin mirë. Po, dhe, po, që kjo artë kur... Këtë vendimet në gotëshme. Qartë, vendimet e se edhe me durën trener e kanë, jo... Shfëtim. Po, me shfëtim. Ose shfëtimin, apo? E kom bërë shfëtimin në dritë trener. Në dritë, po, në dritë vitin e dytë. Po, vitin e dytë, tani që ranë për i kupës në duket në më vllaznimin e së zgaboj. Vasiliria, vllaznimin e Seleria. Jo, vllaznimin. Ose vllaznimin e Seleria i ka rëzu për i kupës gjithë dritën. Po, gjithë. Ajo e ke kështu, Ardin e këshirkelojnë shumë treneri i mirë. Po, se kon shpëtim durë edhe në tem që ka pas ardhja. Në hijo, tani në hijo. Në hijo e kryke këtë punë, durë. E ke posti një kontrol pak ma të gatë me dritën diçka, po pse pa të ndërprejtë. 5 vjetë po ta pas kontrolën. I vetëm që atër që e po kontrolën 5 vjetë, e ku pas 4+1. Që ajo +1 është bilet të përshëndet plus një Kërqelin, se ku në drejtar atër, ma pa ka bon kontrot, nëse vjen Prishtin Gjilan me bicikën, shtot edhe një vjetë. Edhe një vjetë, okej. Po më kupton,
Qështu, edhe moment... E sa 3 ka ra, po, 3 me, nejta 4. 3 vjetë e gjysë kom Tri vjetë e drejt, gjysë, faktikisht, po. 3 vjetë. Po mas ne e kom prishën e vetë që atër që erdhen që ata Amiles të Ferizojt. Po. Që është dëkën, po gabova, tash, drejtori tashëm i dritit Valen Zëmberi bashkë me Fete Murselin, jënë konë, qështu e na konë ullën të avelin, tha, Allah ili mu se prish kontrata, më blenë, se unë dësha vish me prish. Tha, shko u azem, apo se unë e vish kesh u azem. Unë e kesh u azem e u ktheva. Edhe ata thënë, shko edhe një vjetë, po mos e prish kontratën, apo këtan, vish vazhdo luj, rre atje, na ishin si gjys mu pagua, apo këtan, puna. Po jo, vesh o, të më tirë Valen Murseli, masit kërësërita, hajde, mos ka po me prish, apo den kontratën, rre, mos tani një që apo den për që atë ush, ja, tash, ja, për prishe, e kom prish të pramëten, shtunën këna lujtë këndër dritës. Drita Ferizoje, e mujna dritën të rënja. Unë e lujta për Ferizojnë. E qaja kënë deshja ma e që desh me një të tja. Me njerë mas një Po, dite. se so kesh kështu, Pas një dit, 15 ora, 16 vjetë, me njerë më ra, kënë shumë e që desh me kënë. Ta shqie pjesë e vllaznimit, Po. sa po të bëhen 2, a? Viti tretë. Një tretë janë nisë. Po, më kënë edhe një 6 muj, në këna po granitin, 3 herë atër. Këna kom vend porqë atër, po, të preshëm. Qysh është me lujt në Gjako? Një vatër e futbollit. Gjako është e jashtëzakonshme me lujt. është super kënaqësi që e merr mbështetjen prej krejt qytetit, jo veç me tifoza, për shkak se të njëjën tifozat apo kupton, po krejt qyteti e përcjellin futbollin. I vogël, i madh, pleqe, grohet, gjitha, po kupton, krejt e përcjellin futbollin, edhe janë të jashtëzakonisht të kulturuar në aspektin, edhe e njohin futbollin shumë mirë, po kupton. Edhe më pëlqen, edhe gjyshe është me preardhje prej Gjakovës, baba i nanës, është me preardhje Gjakovës, është që po nina si Gjakoportash. Se vi bjen që gati 3 vjet e gjysë dhe atë në Gjakovë. Kështu që po kaloj shumë mirë, kom vazhdu apet në Gjakovë edhe si vjet. Urime. Faleminderit, mu ishim me shti si vjet në ligë. Po. Të shuhet. Është konkurrenca e fortë, po besoj ju keni me kon apet çatë. Në sezonin e kaluar ju afrut shumë. Nuk keni pas fat na në ndeshje, po në lojën e fundit ju në pjesën e parë çka në Super League. Me Nikola Nekem. Në dytën vushtrejave që kthej, po besoj që ka pas vushtrejave më shumë se diçka si vjetë ka pas ekipin, nashta pak më të mirë, më shumë eksperiencë, kisha më thonë. Ekipe më të mirë si ka pas, po më shumë eksperiencë. Eksperiencë, po, eksperiencë edhe që ato ja bën ndallimin. A mërzit që ndeshjen e fundit. Se e keni pru ngat. Jo që era mërzit, po unë mote ndjenë ma të keqe në kom përjetu në karierë se qa ndeshje. Kë për 45 minuta kun një andër e realizume, që dështoj mas nej për 45 minuta tje. Një andër jo vëshë jamja, për një andër e krejt qyteti Gjakovës e i beke mas 10 vjetë gati me i në Super League. Gati edhe një. Gati edhe një. Edhe e kom përjetu shumë keq, unë e kom po një qerep me thonë interesant, e kom qitë 365 ditë që e kom një të linjë, në Instagram, e qitë nga story, po 100 ditë e fundit e pa ta bu me video, postojsha video çdo ditë. Se pe ndeshjes nuk postova mo video, qash shumë e përjetuva qash keq, bile Niko, më dhem kje dhe gjallis, dhe kebab, që s'po poston, apedin, posto, adin, mos u mërzete, kalon, po kun një periud shumë e ronë. Bile, edhe ditën e ditë linjës, mas nej, apedin, si me zërë, se fështirë që e kom përballu që atë umbe për një merë, është një për umbe më të rona në karierë, se u pata lidhe emocionalisht me shtetin, me përkrajen, me krejta, u këtën edhe e kon shumë shtirë për njëve. Si vjetë për fillimit edhe misioni njëjtë. Edhe pse me qatë lojën e fundit e bura një gabim. Nuk u dash. Me një tifaz. Me një tifaz. E njojnë atë tifazin krejt, edhe më kanë shkru pak më bosi modest, gjysa e qytetin më kanë shkru, ndash telefon, ndash më kanë thinë, ndash të kanë thonë, nuk e përfaqësonaj mendimin tonë qytetarëve Gjakovës për ty, apo kupton? Se të shti lejtar që e maksimum, termen me thirë e maksimum e lema loj. O konë shumë rëmë për mu se thëjke, jo e kishit lojën, jo të shkaj... A shtreja s'kesh pore për veti, kuna mja shit. Kuna mja shit, bashkë kuna. Ta shpëdojnë me bu publike, po i kena po diku
30.000 euro veç bonus, kena pas për fitore. Po. Apo kupton që është një bonus shumë i madh për ligën e parë, apo kupton se Absolutisht. edhe mas nej merr diçysh shumë rënd se përjetova rën humjen, kajshin të shokët mi që i kom tifuza, Po. edhe mas nej hajpe atje, jo shite lojnë, Edhe shpërtheve të po shpërtheva, është veprim i gabumi jami, Po. ka marrë kritika pej familjarë, apo kupton, Po. te din kush jep, s'o dash me bo, Po. pse ki bo, thash po, ta bjen që të, na po lujna 90 minuta, po ngajmë, po qkyjem 45 minuta shkum, 45 të edhe me thonë dikush peshet mu, që 36 vjet i kom bo. 20 vjet futboll, 20 vjet futboll, te kisha shit, se shakon të lyt, dhe 36 vjet e që. Na njëri. I kisha pas ma shumë bare, ma shumë bare i kisha pas. Po, nuk është menimi i shtetit Gjakovar, që i respektoj krejt ata që më përkrajnë edhe i du, për një me shumë i du shumë Gjakovar. Shpresoj që si vjet keni me po besoj ekipin e mirin e të bu, si pisha lëvizjet. Po shpresoj simpatik. Po simpatik, po shpresoj që vllazënimi më kthy pasi futbolli tonë i hyn. Vështria i ka vyt, edhe pse po ka probleme, po vështria me tifozët e vet, me kulturën e futbollit që kanë lejtarë. Te keqe që tash as vendas si lun loja vështria. E çaj edhe, I ka pris të kish lu vështria vendas, vllazënimi vendas i shtu edhe numri i shikuesve. Normal. Superliga i shkon pak më ndryshe. Ekipet e forta që se kishin pas letë më shku me marr pikë. Si ambiente. Ani Gjakov që shetu ndrej stadioni, tash flak po duket. Shumë bukur janë të ndrejq, edhe janë të punu. Kujtosh si shumë janë të punu në stadion. Edhe vllazënimi e ka 100 vjetorin. Po. 2027-ën. Edhe me mujt me hi. Që shi ambitor të ishko. Nuk mandej kish mobilizu edhe tifozëri tjera për shkak se peshon që numri i shikuesve. Nëse hina në Super fond. League, çto? Se e kam që të pyetje shpesh, por kërkuna si përgjigj. Gjani mirë, Hajde. që jemi në vllazërimin, po, Super League, 2027-ën e lë futbollin. Elen. Po. Jo be ta vazhdojmë edhe një vjet me A2, fande, pa i pesë Ja, e Do lë. të me shiu ma nej Superligën. Jo, e kom shiu ball. Me vllaznimin është Ja, e fjala. kom shiu ball. Kom qef me kry karrierën, nalt. Po. apo kupton. Ata është krejt lidhen. Mas dhe djetën Super League, 100 vjet klubi, unë i bëjt 37, është kënaqësi për mu për shembull nëse veç është na vllaznimin Super League, edhe e maj men për të njëtën që jam inkuadru në Super League. Tani edhe i bëj çato tatuaje ashtë. Me vllaznimin. Vllaznimin, Vllaznimin. Krishtinë dhe dritë, kështu të ria. Vllaznimin është ti, po. Po, me që shala, shpresojmë shumë. Po kom qep, po. A të pysëm edhe për kampionat botëror, pak. Jena në fundin e kampionatit botëror. Po. Se finalja por u lutje. Shkoj Franca shumë e fortë, Franca më përmendej që shumë e fortë. Sa lun, Spanja me Belgjikën. çapi po ta merr me. Franca është e jashtëzakonshme, janë të lutë, domethënë. Nuk po diskutohet, po me nej Franca për kampion. Unë jam për shtojëm për Argentinë, për Messi, na vjen nuk e ndran. ja, nuk e ndroj. Edhe nëse Kjo unë është me Portugalin. Që ka kosh si dikon. Le atje se me grupin të kriti. pote po kem të ndite. Ajo me Ronaldo është më tërana, jo çere çapë qitë për Messi, jo çapë. Sa zot, edhe si çika. kështu Sa video. kam çundi videon e çika e me vogël. Pa, unë jam tha me Ronaldo. Me Ronaldo. Kjo knash, ke se kjo me Ronaldo. Jo djalin nga kamin nes. Ai po thonë që për Messi po s'm pëlqen Ronaldo. Mama edhe për Ronaldo kem kafa. Ajo, mendoj që finalja ka më konë Argentinë, Francë. Po thu që Qefi. që të lojën Spanja me Belgjikën, kush ka lënë? Unë jam për Belgjikën, se Spanja s'na ka pranu. Okej. Jo, kom qef se më pëlqen shumë Lukaku. Nuk e di pse se s'u mos më pëlqen. Ta. Edhe mendoj që kom qef Që lu Belgjika. pak minuta bollgolla ka bo. Po dhe trigulla i ka ef, po kom qef me fitu për shembull Mi shkon Belgjika se interesant. edhe pse Spanja s'ka marrë golla alo. Në vërtet. Po, Pe Shumë kuptova, probleme atë dhanë. sport është. Shumë problemi bo rast e limo me. Po dhe lemo Po. me jap gol. Po të shumë, se dihet me të Belgjikës që unë me anë ata. Ne, po, i kanë deletar që dishëm edhe të lemon se veç me konform për 30 metra, 2 copa. Po se edhe luajnë ndeshjen e kaluar që u kvalifiku Belgjika me Amerikën. A po veç që ndryshoi formacionin. Po. E heki De Bruyne, e heki Jeremy Doku, apo kupton? Edhe këtë, wow, sa. Edhe për asoj lojës i ka bo zëvendësimet kur kush s'ka besu që pe kthen. Po, ama kështu nuk ishte një standard, Nuk sa ishte që standard. këta thëshin, po De Bruyne e Doku, Po, so kur po, gjë normal. Belgjika. Hajtë pushan e veç pak kështu. Ata tjertë e këmitën punën. Po.
Norvegjia beson që mundet me bo dhe një befasi e mërzu edhe një kombëtare të madhe si Anglia masi ta që eliminoi Brazilin. Kombëtare e madhe është Anglia këtë herë kusës. Madhe njerë për ka fitu diçka, po kupton. Po shkojnë del finale apet. Po bine. Apo këtën, kombëtare e madhe i ka me t'jolla. Po kom qef Norvegjia. Është që shëbo futbolli, apo kupton edhe që janë të bod në shtetin e Norvegjisë njerëz. Për futbollin është e zakonshme. Vet Haaland që është një për lojtari kryesor i Norvegjisë. Po dyshim, tha është normale tha më kualifikua Anglia din, tha po na po dalim me shiu lojën. Kupton? Si me Brazilin. Ma të kështu ai prej fillimit është vetën e ka qita din plan dytë, po më në Norvegjin, edhe kanë shku të shiu se cilën ndeshën, ashta edhe kjo ka ndiku që me pos paraqitje të mira. Po kështu është kjo lojë psiqike e trenerave dhe edhe lojtarëve të maj, mu këto ma ka mësu i madhi Bilbil Sekuli. Ma ka mësu se jepsha do deklarata këtë nërën, jo në këna me shkuna për fitore. Dhe në kur shkojshën jo këna me shkuna për fitore, ta një batësirë ka thonë, gjithmonë jepi për parësi ekipit kundërshtar. Gjithmonë lejtë do. Presionin gjuja o tëve. Gjuja o tëve në tëve, kur hina mas në e kur ti mujna, ma letë. Realisht, Norvegjia ka pas shumë lojtë forta, me Francën lunë me shumë ndron ekipën keq që me dhon këtë mundësi me lunë gjirën e tretë. Edhe që ekip lunë mirë me Francën, do me thonë prodhën, bën raste u atin 3-1 kryet mos gaboj. Po 3-1. Po e ka qatë penaltin për me bo 3-2 dhe me hap lojën me qude në fund. Norvegjia nuk që shkon që dit, ndesë sëtën e loja me mirë që këm po është Angli-Meksik, 3-2 është loja u lujtë shumë vonë, plet nuk e nga bo, po loja me bukur e që ti kampionati botëror është aja. Anglia ka zënë... Ma ka zënë titanë tani. Anglia ka zënë karakter, 25 minutat e parë Belgjika, Meksika sulmon shumë, këta për 2 minutave që bojnë rezultatin 2-0 me që të godat e Bellinghami. Po, plus 5 minutës 54 me një lejtar ma pak. Po, e bojnë 2-1, lejtar ma pak, Anglia fiton penalti me 10 veta, fiton Meksika penalti 3-2 e hopë, ndeshën edhe 30 minutat e fundit Anglia, do me thonë, kur njët nuk po lojtar si Bellinghami që angazhohet me një ndeshje, që ata 30 minuta, nështë i ka po dykon 70 kilometra, do me thonë, që shumë ka vrapu, për që ata po thonë kjo... Që dhëtë më mshel krejt. Krejt, edhe të sulmusit edhe krejt dhëtë më mshel. Është loja që mu ka po mas shumë të, ty cilat ka po pra? Mu Argentina me Egyptin, loja është zakonshme. Argentina në 10 minut, 78 që japën. Të ne feri, ka keni më. Që shusheniti më ta anullu qatë gollën e Egypti që anullu në falë prej 50 metra o larkë. Po ja buni më në të zemë. Ti i mbrojtë si gjatë. Qa të ka ndodhë faullet, ti mbrojtë si gjatë. Faul ke? A ke faul? Referi ma i mirë që ta kuna Kollina tha faul. Po i punon FIFA, që ai të më kanë çfarë. Jo skunare kryetari regjistor. Ja më po është por këtë me penave. Ja, është ndeshje jashtëzakonshme e Egjiptit, s'ka mundësi. Se këtë kam prit Argentina dhe la Egjipte, 78 minuta Argentina. Të hub 20. Kjo shokuja Messi. Për që ata 78 minuta, shqyqer që i mas nej u këthyra, po këpëtana, ma për një mese e këshyri njerës Messi gullë dhe asist avdin. Po në kom qepë dhe kur lunë ndop me kaltu, po pëtana, dit një me lujti kesh. Upi shumë topa, upi ketë po mas nej. Qaj momenti që e këthej. S'po vlen me gruja me bota tu, se e kësha shkruja me në Messi, që të mati e mnisë, po s'po vlen gruja me ushtujme ta. Se pjesë e familjes, të ndinë për Messin të voljim. Pa që ata tani mas lojës ja nisi me kajt edhe në deklarat tha, ko minuta që e kum lon ta shtetin tem, tha kum lon poshta. Dhe më do një lejtar që ja ka fitu botërorin, a i tash uni që po ja hup. Dhe më do për atë arsye tha, kom qajte. Madhështia e Messit flet vetë, ku këtën a i nuk del, si a i tjetëri me thonë a i mbek, edhe me shku ma në i shpem, kova i ka pos fjallin a i mbek për me shku në shpem, falë që po thëmë ty për Ronaldo, po që ashtë është. Ti kreten që Zvicrën për mu në Argentina, dhe me thonë? Gjithë. Veç adin që shkom qep me këtu Argentina, 4-3, me trek gjogës, a? Po, e trek gjogës. Do të me bosh që bojnë. Po, mëre, gjithë qysh dënimin ja po gujda na. Po të menim temin, Gjaka është një për figurave ma të rëndësishme në historin e popullit shqiptar. Jo veç futbol, në përgjithësi. Popullin shqiptar në shumicë e botës e ka njëptur me Gjakës, Shaqirit,
me gjestën e tëme që e kam bo. Edhe menoj që është një prej figura më të rëndësishme. E ka një intervistë te The Athletic, Po. edhe lexon shumë intervista, zakonisht janë profilet lojtarëve, edhe jo bojnë veç lojtarë shumë të mëdhenj që janë. Vërtet. Edhe ati ja kam bo, kur kalon për Arsenalin dhe Leverkusen dhe fiton kampionatin, të dominu kampionatin e Gjermanisë, plus luan edhe në finalet kupës e fiton kupën, luan në finalet Ligës të Evropës, edhe që po thotë një intervistë që lexohet shumë, domethënë do besoj që kanë lexuar miliona njerëz, e shpjegon jetën e familjes tij, përvujtjet e babës vet, burgun, gjithçka e kallzon që është i Kosovës, çka ka vujt, domethënë e qet Kosovën pa sa herë ka mundsinë edhe i kallzon vujtjet, po tash edhe sukseset edhe vendit. Për shkak të vlerësoj edhe në shumë jo si futbollist, por edhe si personaliteti. Mund ka ra me gjakën, se gjallën azit e tagonin e Po ke lujt edhe me ta. Po, edhe me gjakën na ka ra, kena nejt bashkë, kena dal bashkë, ka kupton. Është qash i thjesht që nuk ta merr mendja që mundet një kapiten i Zvicrës më koni i thjesht, a kupton se na thonë më se kapiten. Një lojtar me 34 vjeç që lyp Chelsea. Po, jo, s'është një kapiten, është kapiten i Zvicrës. Që është respektuar gjaka në Zvicër është e jashtëzakonshme, kështu që. Po këto para Se ma kanë qenë para 2-13 vjetëve kom po ne këto, kur kom ri në Zvicër, lyke Kosovën me Senegalin. Këtë reklama, domethënë, kauset shekryt, shasiri gjaka, domethënë, edhe Federeri. Domethënë, tri personalitete që i pajshin në reklama gjithkon, u konë Qoka, Federeri, edhe Shashiri. Tri personalitetet më të rëndësishme Zvicrës, tash llogaritë e Gjoka halo ato e mos, se Federeri e kalon. Po, më kanë qitë një par portale që ja për vene emrin, kishë në kom thonë diçka keq për Gjokën, apo ten, një farsen e u konë në mejda diçka këtë. Unë e thash për gjestin që i ka bu, që i ka marrë atë kartonin e verë që anin që burë një kështë për jepë penaltina, po ten. Edhe thash, nuk do Gjoka me ronë këtë nivel, se Gjoka është, kush është Gjoka, po ten, që ka me marrë me media. Edhe ma thënë, ja, që shtu po thët. Që e këtan po? A, këtë pjesën, jo, e kom thonë, tu folë që shtu edhe kom thonë, Gjoka është i figurave ma të rëndësishme, po. E të popullit shqiptar, po, s'ka lidhje. E kam po veç këtë pjesën që më u bo viral edhe pak të shati pa. Vetë marim të lojë. Edhe te Sunderlandi kur transferohet, shumë tash befasuan, do në qysh kjo u bo kampion me dhe Leverkusenin, tash përshkën të një ekip që vetë sa u hin lig, edhe pyetjen e parë që ja bojnë në shikja, thonë pse ke zgjedh Sunderlandin, ai thot, kom dash me po qysh është me vujt me një ekip që lufton për rezultat. Se unë du mu bo trajner edhe nesër kom shef me konë në kurën e ati që kur vun për rezultatun me ditë qysh është ashtu. Edhe do më thonë kjo të kallzon çfarë karakteri ka ai si lejtar. Shkoj Franca. Amen. Shkoj Franca sipas teje, shkoj edhe Belgjika. Po, për me zemën. Argentina shkoj kënej me Gjokën. Me Norvegjin. A tha Norvegjin? Po, me Norvegjin, po. Gjysmë finale Norvegji-Argentinë. Finalja, po thu që është Franca-Argentinë. Franca-Argentinë. Tash edhe fitusin, s'po ka kuptim se ja, kjo tash. Ka 8 golla i kanë dytë. Para në kemi bu. Mbappé Messi ka 8 i kanë, po zhvillojnë një botror të jashtëzakonshëm, do të thonë edhe Haaland mos ta harrojmë. Edhe Haaland, po. Edhe Keni s'është keq, do të thonë e kanë shumë mirë. Këta e kanë shkëlqyshëm. Tash llogaritë për shembull a fiton botrorin Messi dhe pucën e artë lojtari i vitit a Mbappé. Lojtari i vitit Messi s'e fiton. Jo, lojtari i botrorit. Lojtari i botrorit. Lojtari i botrorit nëse shkon në finale po. Nëse shkon në finale. Ama mestoj që pucën e artë Mbappé-ja. Ja sa ka shumë çau të bu. Po këto 20 ndeshje i ka 20 golla në kampionat botror. Edhe kam ja thyrë rekordin Messit ai. Veç po pritet. Dita ditës, po ky vallai plaki spjallxhën 39 vjet, po i jashtëzakonshëm, s'ka mundësi në 39 vjet, mu paraqit kështu, krejt trenerat botror se pikëshyri krejt të intervistat e kampionatit botror, po thonë, është jashtëzakonshëm çfarë bën. Bile treneri i Spanjës sot e vet, tha, po çfarë po më për Messin, apo kupton? Tha Messi u lut asi 19 deri në 23 vjet. Tha kërkush nuk po den çysh me nal tek me bove që është i jashtëzakonshëm. Mira shumë. E kush e vjeton? Norvegjia. Argentina, Argentina. S'po hek dorë. Jo, po çfarë. Edhe pse nuk po lut vend shumë, çysh ka lut 2022-ën, po kjo është arsyeja që ata ndoshta nuk do të kalojnë as Zvicrën sipas meje. Okay, mendimi jot. Po Po ti unë ta lash Norvegjin, ta lash. Kanë tjetër ja lash. Kanë lash edhe tjetër e çaj edhe kanë dëpt. Kanë çaj.
Belgjikën. Belgjikën, po. mos më malen Zvicrën. Qëre Ja, tash. ma Zvicrën po të nash 2-2. Tonën shkruj ta bëj. Po më ne ça boni. Po, Po më ne. Ava se ta shuja, po ve Norvegjinë edhe Norvegjia. Belgjikën. Unë po kam Norvegjia, sa Anglia është. Është dakord shva Ma kanë loj fort, më vjen që Po. kanë loj bajage barabart. Ndoshta më e barabart apo shtynë. Ç'është po Nisë menojnë ana finale. veç po na del kundër se në këtë botëror. Ta po menojnë që është si Kena, Murat Jakini tha kena forcën tha me të rëndit Argentinën. Do të ndisin. Faleminderit shumë Viktor, ke masi e molla. Edhe për mua kënaqësi. Gjavë para se me përmbyll, ti falenderojmë bashkëpunëtorët tanë të artë, kompaninë e derivateve Exis dhe birën Heineken që gjithmonë është afër sportit, ndërsa me juve shikues të nderuar shihemi javën tjetër.